e ndëruar zonja Palatova, ndëruar Eva, të ndëruar përfaqësues të BIRN, të ndëruar ambasador, partner, miq, përfaqësues të institucioneve, zonja dhe zotëri. Dje ishim në një ngjarje të ngjashme si kjo, më saktë në pritjen e organizuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Aty u thanë gjëra që mendoj se duhet t'i themi më shpesh e t'i theksojmë më qartë. Dita e Evropës na kujton rëndësinë e paqes si parakusht për prosperitet socio-ekonomik, për rëndësinë e institucioneve të përbashkëta, për bashkëpunim dhe solidaritet që sjell mirëqenie dhe zhvillim. Ishin pikërisht ideja e Robert Schuman që pas luftës së dytë botërore janë institucionet, na duhen institucionet të përbashkëta në Evropë, të cilat sjellin bashkëpunimin dhe që nga traktati i Parisit deri te traktati i Lisbonës, Bashkimi Evropian hap pas hapi është zhvilluar dhe është bërë vendi ku të gjitha vendet e Evropës duan të antarësohen. Vlerat themelore të Bashkimit Evropian, Kosova i ka të mishëruara në kushtetutën dhe ligjet tona. Këto vlera që i theksoi Eva më herët janë respektimi i dinjitetit njerëzor, lirisë, barazisë, demokracisë, sundimi i ligjit dhe respektimi të drejtave të njerëzit, duke përfshirë të drejtat e personave që u përkasin pakicave. Ne jemi të rreshtuar me këto vlera si një ndër vendet me mbështetjen më të lartë për Bashkimin Evropian. Kjo mbështetje është e natyrshme, pasi ndajmë jo vetëm vlerat, por edhe një kujtesë kolektive për kontributin dhe ndihmën që Bashkimi Evropian ka dhënë për Kosovën në çdo sferë dhe sektor. Për shumë familje në Kosovë, BE-ja është ndjehet qysh në vitet 90-ta, kur vendi po përballej me apartheid institucional, me shtypje sistematike dhe më pas me krime masive dhe gjenocid nga regjimi i Miloševićit. Shtetet e BE-s ishin aty përmes solidaritetit qytetar, përmes ndihmës humanitare, përmes ndërhyrjes ndërkombëtare dhe pas luftës përmes rindërtimit dhe zhvillimit. Kjo mbështetje është e prekshme nga instrumenti i parantarësimit, nga korniza e investimeve për Ballkanin Perëndimor, nga programet e BE-s sikurse Horizon Europe, Erasmus Plus dhe programi i tregut unik, nga procesi i Berlinit, nga mbështetja për energji, mjedis, transport, digitalizim, arsim, drejtësi dhe qeverisje, Bashkimi Evropian është mbështetësi më i madh financiar në zhvillimin e Kosovës. Mbi 1.5 miliard euro grante janë ofruar nga fondet e IPA-s, duke filluar nga viti 2007, me projekte që kanë përfunduar, ato që janë në zbatim dhe që presin të zbatohen, ndërsa përmes WBIF që nga viti 2009 deri më tani Kosova ka pranuar rreth 298.9 milion euro në grante, që kanë mobilizuar investime në vlerë rreth 2 miliard euro, përmes kombinimit me huat nga institucionet financiare ndërkombëtare. Ndërkohë, përmes planit të rritjes, Kosova ka, siç e dini, në dispozicion mbi 882 milion euro në grante dhe huat të favorshme të lidhura drejt për drejt me realizimin e reformave. Ky investim dhe kontributi i Bashkimit Evropian është kthyer në ndërtimin e vlerave evropiane.
Kosova është demokracia më zhvilluar e rajonit. Për shumë çështje, siç e dini, ne argumentojmë fuqishëm dhe debatojmë edhe ashpër, por në orientimin ton strategjik të antarësimit në Bashkimin Evropian, si shtetë e shoqëri, kemi konsensus të gjerë shoqëror, politik e institucional. Pra, rreth agjendës reformave dhe antarësimit në Bashkimin Evropian, jemi të gjithë bashkë. Kemi demokraci aktive, e shoqëri të hapur, zgjedhje konkurruese, media të lira, gjyqësor të pavarur, shoqëri civile të zëshme e debate të zellshme publike. Po i kontribuojmë politikës së jashtme dhe të sigurisë, ku Kosova është plotësisht e linjizuar, në një kohë kur Evropa po përballet me luftën e agresionit të Federatës Ruse kundër Ukrainës, me luftë hibride, me sfida ndaj rendit ndërkombëtar, Kosova ka pozicion të qartë, moral dhe strategjik. Ndërkohë, në agjendën e reformave, në kuadër të planit të rritjes, në 111 hapa, po punojmë në përmirësimin e sundimit të ligjit, të qeverisë së mirë, zhvillimit ekonomik dhe përmirësimit të gjithëmbashëm, por, si që tha edhe Eva, kjo është një proces i gjithë shoqërisë, qeveria duhet të përmbush punët e ekzekutivit, parlamenti ato të legislativit, gjyqësori ato të gjyqësorit, dhe sigurisht shoqëria civile të na monitoroj sa më afër dhe të na mbaj përgjegjës në përmbushjen e këtyre obligimeve që në fund të ditës janë për transformimin e shoqërisë. Unë du të ndaj me ju që mendoj që procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, si që dini ne ende nuk i kemi statusin kandidat, kemi apliku në 15 dhjetor të vitit 2022, vendimarrja për këtë i takon Bashkimit Evropian, ne presim dhe po punojmë që kjo përgjegjësi e dyanshme të rezultojë në sukses. Sigurisht Bashkimit Evropian në këtë kohë kur zgjerimin e kanë caktuar si prioritet, po ashtu i takon që të mobilizojë një angazhim në lidhje me dhënien e statusit kandidat, por edhe hapjen e negociatave, sepse statusi kandidat në vetvete, sado hapi rëndësishëm, duhet të rezultojë me njëherë me hapjen e negociatave, që ne të punojmë në kapitujt, sepse është procesi i antarësimit ai që sjell transformimin. Ne jemi të interesuar në procesin, ashtu që të forcojmë ekonominë dhe të avancojmë demokracinë, dhe sigurisht ai duhet të jetë meritor. Në këtë drejtim, ne do të marrim përvojën e Shqipërisë, po edhe të Malit të Zi, si dy pararendës, frontrunner në këtë proces, ku gjithçka që ata dinë dhe kanë si përvojë deri më tash, ne do ta marrim ashtu që të kursejmë në kohë, ta zëm pyetjet pyetësorin të cilën ende nuk i kemi pranuar zyrtarisht nga Bashkimi Evropian, ne mund t'i përgatisim përgjigjet, ashtu që t'i kursejmë të paktën 5 muaj kohë në momentin kur ai të na vi, dhe në këtë drejtim do të bashkëpunojmë me Shqipërinë që nga përvoja e tyre t'i kemi përgjigjet gati, po ashtu nga përvoja e Shqipërisë do të mësojmë dhe do të marrim që procesi screening që zgjat afër një vit, ne në pyetjet përgjigjet që i bëjmë përpyetësorin të jenë të përshtatshme për procesin e screening, ashtu që të kursejmë po ashtu kohë në këtë proces, dhe në ndërkohë do të ngritim edhe strukturat ndërinstitucionale, të cilat nuk janë pak, ta zëm Shqipëria i ka afër 130 struktura ndërinstitucionale, sepse ne kemi bërë hapin me caktimin e kryenegociatorit, që në këtë rast e mbaj unë këtë pozitë, por në procesin e negocimit me BE, përveç stafit të kryenegociatorit, duhet negociator për secilin klaster, për secilin kapituj e nën kapituj, pra duhet mira zyrtar të angazhojmë, dhe këtë proces po e fillojmë më herët,
duke kursyer vite kohë në përgatitje. Pra, ne këtë mund ta bëjmë, këtë do ta bëjmë, ndërkohë që BE-ja duhet ta bëjë vendimarrjen e përbashkët, sepse këtë nuk mund ta bëjmë për BE-n, sigurisht vendimet që ju takojnë atyre. Kështu që nëse më lejohet të bëj një udhëtim të shkurtër imagjinar ku Kosova merr pjesën e vet të përgjegjësisë në reforma dhe Bashkimi Evropian pjesën e përgjegjësisë për vendimarrje. Kështu do të duke një dokumentar i ri që mund të lansohej në vitin 2027. Dokumentari mund të tregonte që BE-ja i ka dhënë statusin kandidat Kosovës dhe ka marrë vendim për hapjen e negociatave, që përgatitja paraprake e jona e ka përshpejtuar procesin dhe tashmë jemi në përmbyllje të kapitujve. Unë mendoj se si shtetë e si shoqëri mund të hapim debat, por nëse do të kemi një fushë të barabartë të garës, mendoj që sigurisht me gjitha arritjet të gjithëmbashme të gjithë shoqërisë, edhe ne do të ishim frontrunner, por we must start running. So the gates must be open. Dhe duhet të marrim pjesë të barabartë në këtë karë. Unë ju falenderoj shumë për rolin aktiv dhe për bashkëpunimin që kemi dhe sigurisht për mbështetjen e madhe të Bashkimit Evropian dhe për bashkëpunimin që kemi. Ju falenderit.